Në pikën kufitare vërmisë, zyrtarët doganor të Kosovës kanë parandaluar një rast të tentimit për futjen e mallrave të padeklaruar nga Shqipëria në territorin e Republikës së Kosovës, duke ndalur për kontroll një automjet që hynte në Kosovë. Pas pyetjes standarde nga ana e zyrtarit doganor nëse kishte mallra për deklarim, drejtuesi i automjetit është përgjigjur negativisht. Megjithatë, bazuar në analizën e rrezikut, automjeti është selektuar për kontroll në vijën e dytë. Gjatë kontrollit të detajuar, zyrtarët doganor kanë zbuluar gjithsej 610 produkte të ndryshme kozmetike dhe të kujdesit personal, përfshi produkte për kujdesin e lëkurës dhe flokëve, maska për fytyrë, si dhe parfume të markave të njohura. Me këtë rast është konstatuar kundërvajtje doganore për mos deklarim të mallrave, ndërsa ndaj rastit janë ndërmarrë veprime procedurale në përputhje me legjislacionin doganor në fuqi. Dogana e Kosovës kujton të gjithë udhëtarët dhe operatorët ekonomik të Kosovës dhe Shqipërisë se çdo mall që tejkalon kufit e lejuar duhet të deklarohet pranë autoriteteve doganore në mënyrë që të shmanget shkeljet ligjore dhe pasojat që rrjedhin nga to.